e saj proxy, me anë të sabotazheve, me anë të njerëzve të cilët kanë bindje kundër qeverive të tyre dhe që kanë ndërmarrë veprime të ndryshme për të ngadalësuar, paksuar ose stopuar ndihmën për Ukrainën ose operacionet e perëndimit Bashkimit Evropian NATO-s kundër Federatës Ruse. Pra nuk është diçka jashtëzakonshme, plus në Rusi këto gjëra janë normale, është i vend shumë i madh, i madh në botë, me 150 milion banor, me 190 minoritete, çdo lloj habitati natyror të tjerë. Pra nuk është se për ata edhe në kohë paqe ka pasur probleme infrastrukturore ose probleme meteorologjike të tjera. Plus Rusia nuk është një vend që ka qenë vetëm në luftë me jashtë, ata kanë pasur luftat e tyre brenda, lufta e Çeçenisë, sulme terroriste në Moskë, në 2004 patën një shumë terroristë në një qendër tregtare. Pra të gjitha këto kanë shkaktuar probleme, pakënaqësi në popull, probleme që edhe vinë natyralisht nga infrastruktura e vjetruar në disa zona të tjera. Pra, sulmet infrastrukturore nuk është se do krijojnë një ndryshim shumë të madh. Plus le të theksojmë faktin që si Ukraina, si Federata Ruse janë specializuar tashmë në riparimin e shpejtë të dëmeve. Pra, nëse një dëm ndodh, ata e kanë gati planin se si do të operojnë, që mos kenë ndërprerje për ta riparuar në kohë shumë të shkurtër. Çdo dyja janë perfeksionuar maksimalisht në këtë periudhë. Nëse dy vitet e para ishin akoma në Si e sheh Elianos përfundimin e kësaj lufte? Pra, a do të ketë lëshime të rënda territoriale nga ana e Ukrainës dhe kush do ta paguajë faturën më të madhe në këtë luftë? Atëherë, në Evropë sot po flitet shpesh ose po diskutohet për një plan projekt që është duke u hedhur shumë në tërësat e bisedimeve, që është konferenca e Jaltës. Siç e dim, Jalta ishte një nga 3 konferencat e mëdha të luftës së dytë botërore, pas Teheranit dhe para Potsdamit, e cila vendosi ndarjen e zonave të influencës midis 3 fuqive të mëdha, Bashkimit Sovjetik, Britanisë së Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. E njëjta gjë duket se po ndodh edhe sot në politika ndërkombëtare. Në një mënyrë të çuditshme, në Evropë kjo akoma vijon të shikohet me shumë skepticizëm, shumë vende janë kundër, duke qenë se historia ndodhi që ato të kalojnë në kape të cilat nuk ishin favorite për të qenë. Polonia, një vend katolik shumë pro-perëndimor, u detyruar të ishte në bllokun lindor, ndërsa vende që kishin shumë marrëdhënie me Federatën Ruse ose vende që ishin, le të themi, në marrëdhënie të mira me shërbane të tjerë, detyruan të shkputeshin prej tyre, si Rumania, si Jugosllavia të tjerë. Sot kjo duket si zgjidhja më e mundshme, një rindarje e zonave të influencës, ose ajo që quhet në politika ndërkombëtare regionalizimi. Pra, SBA-ja do të ketë emisionin perëndimor, siç e dimë me veprimet e fundit në Venezuelë, rrëmbimin e presidentit Nicolás Maduro dhe e thënies hapur për presidentin Trump që ata nuk po kërkojnë ndryshim regjimi në Venezuelë, po ata po kërkojnë thjesht vajin e Venezuelës. Resurset e Venezuelës ata kanë për ta përdorur çdo mënyrë për t'i marrë ato, ndërsa në Ukrainë po ndodhet njëjta gjë. Sa të drejtë ke parë arrestimin e Nicola Maduros, Elqen? Si? Sa të drejtë ke parë arrestimin e Nicola Maduros dhe ndërkaq si e sheh edhe vazhdon e marrëdhënieve me SBA-n dhe Venezuelës? Rregullave ndërkombëtare, shkelje çdo kartë të OKB-s, pavarësisht se nëse Nicolás Maduro është diktator, është autoritar, kriminal me krime kundër njerëzimit, ai është presidenti legjitim i Venezuelës, i dal nga zgjedhje. Dhe ky veprim, ky lloj operacioni i tipit CIA ose i bazohet në doktrinën Monroe, është jo vetëm një shkelje që është dënuar nga gjithë komuniteti ndërkombëtar, por edhe një tregues i qartë që rregulli ndërkombëtar më nuk funksionon. Në Evropë sot po çarkullon shumë fort një shprehje në të cilën karta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut, ligji ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara është thjesht për të dobtit, për vulnerablit, nuk është për të superfuqit. Rusia e theu i mori sanksione, sot vijon ende të vijoj me plan projekti në objektivat e saj. SBA-ja po e thyen gjithashtu, le të kujtojmë që SBA-ja e ka thyer gjithmonë, po ka përdorur pretendime të ndryshme, si për shembull demokracia, të drejtat e njeriut. Në këtë kontekst, Hondurasi, Panamaja, Kuba, Vietnami, Afganistani, Iraku, Libia, të gjitha këto dështime totale të SBA-s në anën ushtarake, luftra të stërgjatura
miliarda të hedhura dhe me qindra mijëra viktima, ka treguar që ligji ndërkombëtar nuk funksionon. Dhe evropianët sot vetë ndodhen përballë kësaj situate, ku Trumpi ka bërë që dy objektivat e tjera janë Kuba, për të cilës një Rubio është vetë kubanez, pjesëtar Marco Rubio është vetë kubanez me origjinë, brezi i dytë kubanez në SBA, e ka bërë që Kuba ka përqen pas Venezuelës dhe së bashku me Kolumbinë, dhe së treti është Grenlanda. Pra, sot Evropa, për shkak të neglizhencës së saj kundër SBA-s, për shkak të faktit që ne evropianët edhe shqiptarët vetë janë kaq ideologjikisht për shkak në Shqipërisë Woodrow Wilson, konferenca e paqes e tjerë, okej, ndodhi, kemi bërë pjesën tonë, por kjo nuk duhet të vazhdojë pafundësisht, një mirënje e pafundme dhe mbyllje sysh. Fascinesën ke për të qenë ti. Dhe kjo po tregohet. Nëse ti mbyllë syt para asaj që Amerika bën në Amerikën Latine, në Vietnam, në Irak, në Afganistan, në Libi, dhe sot kur amerikanët janë për të hyrë në Groenland, kush do të ka përthënë që ata do vazhdojnë këtej? Çfarë do të ndalon amerikanët ta bëjnë luftën e dy botërore që të hyjnë në Island? Pasi zona jonë e sigurisë. Për të nëse ata pushtojnë Kanadan, që ata kanë bërë që ne do ta kemi Kanada si shteti 51. Çka ka për të ndodhur? Dhe ata sot Evropa po mblidhet dhe thotë ose po i turpenton faktin që ne do të dakordcojmë, ne do marrim kemi për të marrë masa. Dhe asnjë mas nuk ka për të marrë, ne të gjithë e dimë çfarë ka për të ndodhur. Nëse amerikanët shkelin në Groenland, kanë për të çuar një flamur dhe ka për të qenë fundi i historisë. Ndërsa çfarë po ndodh në këtë kontekst? Pra, siç e thash, kjo thyerje e vazhdueshme me ligjin ndërkombëtar, kjo vjesë injorimit të çdo norme ndërkombëtare, me thënë që ligji supozohet të rregullojë gjërat, jo të përkeqësojë gjërat, dhe kthimi interpretimi i ligjeve se si është dëshira jon, po sjell atë që, siç e thash, regionalizimi ka përqenë vetmja zgjidhje për të mos shkuar në një luftë botërore. Tretë, e cila ka përqenë fatale, ne gjithë e dimë. Pra, Amerika e ka bërë që hemisfera perëndimore, Amerika e Veriut, Amerika Qendrore dhe Amerika e Jugut janë zonë e saj, dhe ajo ka për të vendosur për to në çdo lloj mënyre dhe ka për të mbrojtur në çdo lloj mënyre kundër faktorëve të saj. Rusia ka bërë po ashtu të qartë që ish Bashkimi Sovjetik pa Republikat Balltike, me Azinë Qendrore, Kaukazin, Ukrainën dhe Bielorusinë është zonë e saj dhe ata nuk do të lejojnë as edhe një ndërhyrje në këtë zonë, të përdorin dhe forcën, si rasti i raketave Arjeshnik. Në Kina njëkohësisht duke bërë të njëjtë, India njëkohësisht duke bërë të njëjtë, mbi Oqeanin Indian dhe botën hinduse. Kina me Tajvanin edhe gjithë perandorinë kineze, me thënë flasin për zona siç janë Tibeti, siç është Mongolia, Korea e Veriut, të cilët kanë qenë pjesë e zonës influencuese të Kinës. Dhe së fundi dhe Korea e Jugut po afrohet shumë me Kinën. Duke parë situata mund të eskalojë në një drejtim shumë të pakëndshëm për ta. Pra, gjitha këto i japin edhe zgjidhjen e vetme që ne sot mund të kemi. Pra, regionalizimi, një konferencë paqe e cila ka përndarë sërish me zonat të influencës, ose për të treguar, për ta thënë më shqip gjën, ne do të kalojmë sërish me shumë mundësi në luftë të ftohtë, ku kemi për të ndarë sërish në kampe dhe ne jemi ndarë në kampe. Kampet autoritare, regjimet anarkike, juntat ushtarake në botën jugore, që ne e quajmë Afrika, Amerika Latine, regjimet konservativo, iliberale të demokracisë në Evropën, në Euroazi dhe Azinë Veriut-Lindore ose në Azinë Juglindore. Pra, kjo është një lloj ndarje. Dhe aktualisht në Evropë dhe në çështjet akademike, kjo shikohet se vetëm një zgjidhje për të rritur një lloj stabiliteti i këndshëm